Përshëndetje shikues të Star Plus, do t'jemi në minutat në vijim në studio e hapur me mua, Teodor Gjergën, për të diskutuar rreth fushatës zgjedhore, kur kanë mbetur edhe 5 ditë nga dita e votimit, pra nga 11 maj, duket se retorika politike është zhvilluar dhe tashmë po luan ato kartat e fundit për të bërë thirrje elektoratit për të votuar subjektet politike. Ditën e sotme do t'jenë me zotin Unit Bejleri, ish nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, ndërsa sot në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Zoti Bejleri, faleminderit që sot me mua në studio. Teodor, faleminderit ju, faleminderit edhe ekipit të Star Plus TV për ftesën. Është kënaqësi. Më thuaj pak, si po zhvillohet fushata Partisë Socialiste në Shkodër? Është finalizuar pjesa më e madhe e saj. Në fakt, kanë mbetur ndoshta ai marshi i fundit para ditës së zgjedhjeve. Besoj se që keni parë edhe ju, komplet fushata e Partisë Socialiste është zhvilluar një fushat relativisht e qetë dhe një fushat ku fokusi i komplet kësaj fushatësh ka qenë prezantimi i punëve aktuale dhe prezantimi i punëve që do vinë. Ka qenë një fushat prezantim projektesh, prezantim idesh dhe prezantim platformash, ku besoj se cili nga kandidatët përfaqësues, se unë duhet i përshëndes secilin prej tyre, secili tek fusha e tij ka bërë prezantimin sa më të denjtë të komplet platformës Partisë Socialiste për këtë zgjedhje. Ta theksoj, keni ardhur jashtë politikës. Kjo në fakt është ndoshta betejë juaj e parë si pjesë e politikës aktive. Si është për ju kjo eksperiencë? Realisht unë te komplet ekipi i kandidatëve, jo vetëm Partisë Socialiste, po edhe kandidatëve tjerë të partive kryesore, unë mund të jem personi më apolitik, mund ta quaj, por jo më pak aktivi për sa i përket njëshmërisë për zgjedhjet apo punës prapa kuintave për sa i përket zgjedhjeve. Realisht e para një vetin e privilegjuar që unë u zodha as më tepër të jem tek listat e sigurta të Partisë Socialiste për të përfaqësuar qytetin e Shkodrës dhe krejt rajonin e Veriut. Dhe e dyta, unë përderi tani jam të e pa shumë pozitivisht, po mundohem të jap maksimumin tim për sa i përket bërës një fushate korrekte, bërës një fushate që idetë tona, zëri jon, projektet tona të shkojnë të secili nga qytetarët, pra në dëgjojnë dhe jam besim plot sepse të gjithë qytetarët do të zgjidhin më të mirën në fund ditës. Më e mira momentalisht ne po shohim sepse ne po të orientuam drejt punëve, të orientuam drejt zhvillimit dhe drejt progresit. Më parë keni qenë në fakt dhe pjesë e Bashkisë së Shkodrës dhe keni qenë në fakt vlen të përmendet pjesë e atyre projekteve që në fakt kanë nisur tashmë në Shkodër dhe duket se janë në rrugën e duhur. Si duket ky kalimi nga një post apolitik, siç është bashkia, në tashmë një post, një rrugtim politik? Dori, e para, duhet përmendi faktin, unë isha më pak se 2 vjet pjesë e stafit të zotit Beci, muloja pjesën jo stafit teknik më tepër, ku u merrsha më tepër me zhvillimin dhe ecurinë e këtyre projekteve. Duke pa punët, e para unë në çdo rast ku më jepet rasti nëpër studio, unë vazhdoj të falenderoj gjithë ekipin me cilin kam pas fatin të punoj më përpara, duke filluar nga inxhinierët, por duke marruar deri te punëtori më i thjeshtë, duhet i falenderoj deri më së gjithë ekipin, sepse janë ai ekip që sot janë kudo të angazhuar direkt apo indirekt në për këto punë të mira që po bëhen në qytet. Pjesa e angazhimit tim nga një person teknik tek një person i cili tashmë me një shpatulla, me një detyrë tjetër politike, unë e shoh si një angazhim pozitiv. Në fund të ditës unë e kam përmend dhe e kam cek këtë temë edhe në për takime ose ku më dhon mundësia. Politika mirë i shërben dhe e ban me përpara vendin për projektet mira, për zhvillim, për progres. Kur them politika mirë, e kam fjalën politika e cila është orientuar drejt kërkesave për të ndërtuar zona të mira për qytetin. Kur them për të ndërtuar, nuk e kam fjalën thjesht ndërtimi i një rruge apo, e kam fjalën e të ndërtimi një klime të mirë pozitive
për qytetarët me jetu, edhe për biznesin, për mu zhvillu, për rinin, për me... Pra, ndërtimi komplet një klime pozitive, fatmirësisht Shkodra po përjeton këtë klimë pozitive këto 2 vitet e fundit. Cilat janë ato investimet Partisë Socialiste që janë të rëndësishme për të pasur vazhdimsi? Do të thënë, një farë forme ju do ndiqni nga pjesa ku ishit pjesë e Bashkisë së Shkodrës tashmë në parlament. Dhe nëse ka diçka tjetër që mendoni që ja vlen theksohet te këto investime. Atëherë, Shkodra sot përjeton një periudhë të artë investimeve. Nuk flas vetëm Shkodra si qytet, po flas komplet si rajoni verior. Duhet ta përmendi do ta filloj me investimet që nga skajet më të largta. Skajet më të largta është rruga Dugazinit, e cila po është hapur si trase dhe tash i pritet faza tjetër. Rruga Dugazinit nuk është thjesht një rrugë për me aksesu thethin nga një krah tjetër, më i kollajt, më me borë. Ajo krijon edhe disa pole të tjera zhvillimi turistik për gjatë kësaj rrugave, bregu i Lumit, në Lysej, pra janë një grumull fshatrash tjerë të cilat do të kthehen pak nga pak si mund ta quaj mini thethe apo të gjithë do të kenë polin e vet të zhvillimit të turizmit. Kalojmë te rruga tjetër, që është rruga Komanit. Kemi një aset, një mrekulli natyrore, një potencial shumë të lartë turistik që deri dje është shfrytzuar me një përqindje shumë të vogël çaj. Hapja e kësaj rruge, krijimi jep një fërmarrje komplet zonës, jo vetëm zonës Vaudensi që ka më afër, por komplet edhe zonës Shkodrës. Pra, një turist i cili vjen me kalu minimalisht një fundjavë në Shkodër, 99% turistave një xhiro do ta bëjnë te lumi i Shalës apo do ta bëjnë një tur tek ato zona të cilat për hir të vërtetës janë të mrekullueshme. Rruga tjetër Shirok-Zogaj i hap një zhvillim investimit totalisht, plus fakti tjetër lidh 2 zona shqip-folse, Zogajin me Krajën. Pra lidh komplet 2 zona tradicionalisht shqip-folse, 2 zona shqiptare, i lidh dhe ajo bën një tjetër atraksion turistik shumë të rëndësishëm. Nuk mund të lëmë pa përmendur rruga e cila ka përfundu, rruga Shëngjin-Velipoj, sot për sot është një rrugë më virale, për sa i përket vinë njerëz nga Tirana thjesht për të bërë qoftë edhe një foto të balkonet panoramike të kësaj rrugës, cilët janë shumë bukura. Pastaj, përveç kësaj duhet ju ceki edhe investimet të tjera të cilat prekin zemrën e qytetit. Duke fillu nga hyrja e Shkodrës, zgjerimi i urës Basallekut, parku i cili ishte një investim i shumë pritur për secil nga qytetarët shkodran, i cili do t'i japi një vlerë komplet tjetër qytetit Shkodrës. Kapotat, sistemi i kapotave, jo vetëm që ka rifresku pamjen e qytetit tonë, duke e kthyer një qytet që i afrohet më Europës, por edhe funksionalitetit të atyre godinave të cilat janë godina më funksionale, ka një shkëmbim termik më të ulët, pra në fjalë thjeshta popullore ngrohen dhe ftohen me më pak lek, por edhe nga ana tjetër është rrit vlera e pasurive të palujshme të komplet. Riasfaltimet, ndriçimet LED, korsitë e biçikletave, blloqe banimit të cilat janë 2-3 blloqe banimit sot, ndërkohë që ne flasim, janë në punë e sipër, përveç atyre blloqeve të banimit të cilat janë rikualifikuar gjatë atyre 2 viteve. Dhe prandaj them, është një sër investimesh të cilat e kthejnë Shkodrën një pol shumë të rëndësishëm, jo vetëm të jetuarit mirë, por një pol të rëndësishëm të zhvillimit, për të bërë biznes, për të bërë ekonomi dhe për të prodhuar të ardhuna të mira. Duhet përmendi edhe investimet në shkolla. Sot, ndërkohë që flasim, janë 2 ose 3 shkolla të cilat tek disa ka filluar puna, tek disa të tjera janë në projekte për të filluar shumë shpejt punat. Kemi edhe disa të tjera fushat sportive dhe konviktit, të cilat kanë përfunduar. Të gjitha këto i japin një cilësi jete më të mirë dhe në fund ditës për të ardhmen për fëmijët tonë i krijojnë kushte për palestrat për të bërë sport, shkollat për të edukuar më mirë dhe besoj që janë të gjitha bëjnë një kompleksitet gjërash të cilat Shkodrën tonë e ngrinë në një nivel krejt tjetër. Po, në fakt opozita e ka cilësuar si le të themi propagandë këtë kantierën e ndërtimit që ju sapo përshkruat. Keni një koment? Atëherë, punë flasin vetë.
nuk mund tjetë puna propagandë. Mund vjen shumë keq, domethënë edhe mund do ta përmendin në këtë moment sepse opozita ka bërë 2 denoncime për disa rrugë, cilat kishin 30 vjet po shkruame, në momentin që po shtrohen rrugët, unë nuk e di se si mund ta kenë moralin t'ia kërkojnë votat aty në banorëve, kur kanë shkuar i thonë që po ju a bojnë rrugën sot për vota. Nuk ka asnjë lidhje, gjitha projektet janë projekte shumë të qarta, të cilat kanë filluar kohë më përpara. Periudha implementimit, do thonë, Shkodra ka 2 vjet që nuk po nalet në asnjë moment puna. As këtë periudhë zgjedhore është rutina normale e punës që nuk do nalet. Dhe ju garantoj se nuk do nalet prap puna as mas datës 11 dhe datës 12. Do të thonë, është një proces normal pune. Flasim pak për Partinë Socialiste. Sistemi listave të mbyllura dhe pjesa tjetër të hapura a ka krijuar xhelozi brenda rrallëve të socialistëve në Shkodër, duke marrë parasysh është një garë e cila 4 mandate janë të ezauruara, ndërsa në teori është ajo lufta në fund ditës për atë mandatin e 5. Pjesa tjetër, po atëherë unë duhet i falenderoj të gjithë kolegët. Do thonë po i quaj kolegë kandidat të Partisë Socialiste, realisht është një frymë shumë pozitive. Partia Socialiste në këtë rast ka ngritur një sistem meritash. Se cili prej këtyre kandidatëve, të cilët i falenderoj sepse po bëjnë një fushat shumë të mirë, po bëjnë një punë kolosale, se cili prej këtyre kreditet dhe meritat e tyre, asnjërit prej këtyre njerëzve nuk i ikin dëm, mund ta thuaj. Dhe unë i falenderoj realisht, nëse e keni pa dhe gjitha takimet e tjera, Partia Socialiste, i gjithë ekipi është bashkë. Pra në qytet jemi gjithë kandidatë bashkë, dhe kjo shërben për një frymë unitetit. Jemi të gjithë orientuar drejt votës për numrin 5. Ajo të cilin progresin, dhe e ritheksoj edhe herë, vlerësohet shumë kontributi cili do prej kandidatëve, te i maset, cili po punojnë shumë. Pse duhet një votues grej, cili është i lodhur nga politika, të votojë Partinë Socialiste? Këtëherë, sidomos në Shkodër, përveç retorikës që ne kemi pas të zakonshme, retorika politike e ullët, duke bërë akuzat nërsjellta. Këtëherë ne kemi të paktën komplet ekipi i Partisë Socialiste ka tentuar dhe mendoj që i ka arritur me sukses të shmanget nga kjo retorikë. Këtëherë vota për qytetar shkodran është një votë krejt e thjesht është pragmatiste. Qyteti i Shkodrës edhe herë përsëris po përjeton një zhvillim realisht shumë mirë këto kohë. Zhvillimi i cili për të ecur përpara këto 5 punë që janë fillu dhe për të filluar edhe 10 apo 15 punë tjera, kërkoj një mbështetje me votë. Mbështetje me votë në mënyrë se zëri i deputetëve dhe përfaqësimi i deputetëve i qarkut Shkodrës komplet të jetë sa më i madh në parlamentin shqiptar. Realisht ne kemi pas një kombinim këtë periudhë, një kombinim shumë mirë të qoftë pushtetit lokal kur isha pjesë, por edhe me pushtetin qendror. Kombinimi i cili na ka sjell fryte pozitive për qytetin e Shkodrës, siç mund shihet një pjesë edhe një pjesë tek spoti im elektoral, pra një pjesë punimeve. Duhet ju përmend edhe 1-2-3 investime tjera që nuk e has. Është rikualifikimi urbanizdrales, është qendra e qytetit Shkodrës, edhe ajo krijon edhe një pol një fërmarrje tjetër, duke dërguar një nivel më lart nga disa tregtar peshku shitej nëpër tokë. Tashti e çon në një nivel krejt tjetër atë lagje me për të vërtetës një ndër lagjet e vjetra të qytetit Shkodrës, e çon një nivel tjetër me shërbime më cilësore, me tregtim më cilësor dhe jep frymëmarrje qytetit Shkodrës. Në fakt duket se gara është drejt fundit tashmë, kanë mbetur ato, le të themi, retorikat e fundit. Nëse Partia Socialiste vjen të qeverisë pas 11 majit, cilat janë ato projekte që do të vlerësoni të rëndësishme për zhvillimin e qytetit? E para, unë jam besim plot që Partia Socialiste edhe këtë herë zgjedhjet jam besim plot që zgjedhjet komplet Shqipëria është orientuar drejt drejtimit të saj me Partinë Socialiste në krye. Janë një sër projektesh të cilat do të shikohen për qytetin e Shkodrës dhe për zonat. Projekte cilat e para, janë disa projekte për zhvillimin e rinisë, siç e përmenda.
Projekte ku ato do realizojnë disa fusha sportive, multiedukative, multisportive dhe me anë të këtyre Shkodra do të fillojnë të kthehet një qytet shumë më familjar, pra një qytet po e thuaj friendly për familjen. Janë disa projekte tjera të cilat Shkodrën njëkohësisht e kthejnë në komplet zonën e Shkodrës, bregun perëndimor të Liçenit, korsitë e reja biçikletash, pra të cilat e kthejnë në një pol turistik. Unë vazhdoj të jem me idenë Shkodra ka kapacitetin turistik shumë të lartë. Gjitha këto investimet në infrastrukturë, të cilat po sjallin, afrojnë njerëzit në mënyrë që të bëjnë investimet e tyre të vogla, të mesme apo pse jo edhe të mëdha. Shkodra sot potencialin më të madh e ka tek turizmi. Turizmi i vogël, i cili fillon nga një bujtinë thjesht familjare, ngrihet një mini hotel mund ta quajmë, dhe pastaj tek hotele pak më parë. Por baza e ekonomisë shkodrane sot është ky turizëm dhe prodhimi i cili lidhet me këtë turizëm. Krijohet një zinxhir shumë i mirë ekonomik, tu fillu nga fshatari i cili duhet furnizoj me produkte këto bujtina, agroturizme, deri tek stafet e tyre, kamariera, kuzhinjera, e cila unë vazhdoj ta them me plot gojë, Shkodra i ka potencialet shumë të mëdha dhe ka një rezervë shumë të madhe për shfrytëzim. Ju patët besim fakt për gjithë vendit që do të marrë mandat tjetër qeverisës Partia Socialiste, por të mos harrojmë që Shkodra ka qenë bastion i djathtë. Mendoni se ky tashmë është një mit apo Shkodra sërish rrezikon që të jetë bastion i djathtë? Unë mendoj se tashmë Shkodra është një bastion i punës. Dhe unë i baj thirrjen e kemi krejt të thjeshtë dhe krejt qartë. Nuk ka lidhje bindjet politike, njerëz e djathtë, njerëz të cilët nuk kanë shkuar me votu kurrë. Njerëz të cilët e kanë për një arsye apo një tjetër e kanë bojkotuar procesin, qoftë edhe për me shkuar ditë në plazh nëse është koha mirë. Në mënyrë se Shkodrën të vazhdojmë ta marrim një pol të punëve dhe të vazhdojë të jetë epicentra e veriut për sa i përket punëve, për sa i përket mirësënies, atë ditë duhet shkojnë votojnë gjithë votojnë Partinë Socialiste. Sa mandate synon Partia Socialiste në Shkodër? Teorikisht mundohemi mos të japim kësi deklarata, por normalisht duhet jetë 5+. Në rregull, zoti Beleri, kemi mbritur drejt fundit në fakt të kësaj interviste. Keni minutazhin tuaj tashmë për t'ju drejtuar shikuesve pse duhet ata të votojnë Partinë Socialiste me 11 maj. Partia Socialiste, siç e thash edhe herë Teodor, është komplet e thjeshtë këtë herë. E para, do i drejtohem qytetarëve dhe komplet banorëve të zonës Shkodrës. Ne duhet votojmë numrin 5 këtë herë në mënyrë që zhvillimi mos na loj, progresi mos na loj dhe punët e mira për ne mos na loj. Por komplet në të gjithë Shqipërinë ne duhet votojmë numrin 5, duke bërë një vend më të mirë, i cili vitet e ardhshme është e sigurt do të jetë pjesë e familjes europiane. Faleminderit që ishe sot me mua në studio dhe suksese në këtë ditë që u ka ngelur në fushat. Ju faleminderit Erimaset dhe ju për ftesën. Shikues të nderuar, kjo ishte çfarë kishim përgatitur për ditën e sotme, bashkë mirë takofshim.